shik. Kam provuar. Kështu e stoni. Duke sikur është i shqetësuar Përshëndetje, mirë se vini në një video të re. Unë tani u bëra gati, e kam nisur në fakt videon që dje, sepse kisha pak punë dhe pastaj kalova pak në një dyqan për shtëpi dhe po shikoja ca gjëra që va kam lënë tek klipet. Ndërkohë do dalim sepse do shkoj pak te Jusk sepse dua të marr diçka, plus dua të kaloj pak kohë duke dalë, do marr një libër, do lexoj, edhe keni parasysh të bëjmë tamam pushime verore sepse edhe kursin e mbarova dhe është e sigurt që do më mungoj kjo kohë në të ardhmen, sepse ju kam folur, edhe pse është marrë sikur no. Akoma jo. Okej, jam bërë gati. Kam bërë make-upin. Do hedhim pak parfum, kam këto të Pradës, që në fakt edhe më pëlqen, edhe s'më pëlqen. Është tek këto aroma të roze, keni parasysh? Me lule. Dua diçka më të freskët për tani në verë. Do marr çantën, do marr këtë, do ta kombinoj me outfitin. Marrim atë djersën, marrim telefonin, shkoni sa kreri bukur. Kam edhe këtë këtu, që marr me vete për flokët, mos na del ndonjë kështu fije. Edhe kështu njerëz, do ju tregoj edhe dhuratën e përvjetorit, për do ju tregoj pastaj, sepse tani duhet që të dal, do dal me motor. T'ju tregoj pak outfitin shpejt e shpejt, garderoba është bërë shumë rëmuj, që kështu do vim për treguar garderobën pastaj. Kam veshur këtë bluzën satin që e kam marrë tek Zara, para 1 muaj, 2 muaj, duket kur sharo, mendoj se do mund ta gjejmë tani. Me këto pantallonat Bermuda, që janë shumë bukura, si shikoni. Me shapkat havajana sepse ndihem shumë rehat, edhe për ta thyer pak vendosa këtë çantën e Louis Vuitton që është e preferuara ime. Kjo është çanta, se mua zakonisht gjërat më dalin jashtë qefit, por këtë adhuroj, jam shumë e lumtur që e kam bler. Pastaj e dyta është kjo, Polen. Këtë e kam pas bashkëpunuar. Por e dini sa do shkoj ky outfit me këto? Por nuk më janë shëruar akoma këmbët, edhe kam filluar që të bëhem pishman për këto të herme, si që bleva. Se nuk kisha bler diçka që mund ta përdorja. Prandaj nëse i doni këto, duhet ta dini që duhet bëni kompromis në gjendjen. Po sa shkon, kam kështu. Se di, t'jem rahat me shapka me gisht, apo të sakrifikoj edhe të vendos të vesh këto. Nëse po zgjidh rehatin, se gjë bëni edhe ju. Nuk ka si këto shapka. Realisht, po bën që në Portugali dhe shkoni sa super janë. Janë të preferuarat e mia. Edhe kështu vajza, tani do dal. Ja tregova dhe outfitin. Vendosim edhe këto syzet. Edhe për këta jam bërë pak pishman që i kam bler. O zot! Isha dhe me tisë kësaj çantës. Por zona. Kjo është e mos. Shumë bukur. Kështu. Për kombinime, sepse nuk kisha çantë estimate. Mika tani do t'ju marrë me vete edhe juve. Ndoshta ham edhe drekat të tek toptane. I syze po marrë këto. Janë shumë bukura. Edhe mendoj sa më shkon.
Tani isha tek Jus, kurse tani po shkoj pak te Well, se duhet marr diçka. Edhe ajo gjëja që po kërkoja tek Jus nuk ishte shitur. Fatkeqësisht, por prap duar bosh nuk dola se mora diçka tjetër që do ta kërkoj në shtëpi. Më duhet një klor për vetullat. Më duhet që ta gjej. Që nga Krseti, por më duhet diçka më profesionale si furç. Që nga dhe këto të treja. Ditë jo them që në qoftë se keni probleme me buzë të thara, ky është super i mirë dhe kushton vetëm për kaq. Kam provuar dhe më pëlqen shumë. Po marr më mirë këtë gjelin. Mbarova, leva diçka që doja t'tregoj në shtëpi. Është pak zhurëm, prandaj nuk e di në qoftë se dëgjohem. Po merr vrap do shkoj tek motori se kam lënë në fakt aty tek ishte parku i Xuxhave. Po nuk e di në qoftë se do më mbaj bateria për të shkuar në shtëpi. Mora një sallatë Cezar plus i shtova edhe pul, por në fakt nuk më pëlqeu. Edhe lash më shumë se gjysmën, por të pak të më ngopi, kjo është më rëndësishmja. Bleva dhe diçka tjetër, një ujë, edhe nuk e kuptoj pse, por shërbimi në shumicën e vendeve ku shkoj, lëm pak për të dëshiruar. Ndoshta kjo është edhe edukata jonë, sjellja jonë. Po në krahasuar me jashtë, kur e vëres, sidomos edhe në markete, ose në çdo dyqan, jam pak më t'sjellshëm jashtë. Ndoshta shtiren. Po s'ka rëndësi, unë nuk e se do krijoj marrëdhënie. Kuptoni? Përse këtu rrim pak më turin. Ose kur i thoj mirëpafshim, ose si jeni. Nuk e di. Qofse më ndodh vetëm mua kjo gjë. Por lë pak për të dëshiruar. Tani më lodh dora kështu. Edhe është kaq vap. Po të paktën nuk ankohem se jam me motor. Se mbaj mend ato ditët kur isha në bicikletë. Edhe ishin të tmerrshme. Se me motor nuk lodhet fare. E se vetaj. Thjesht isha dha kam bateri, se nuk e mora dje në darkë baterin për ta karikuar, edhe erdha kështu me gjysëm. Por po e shijoj Tiranën. Edhe kjo xhamia më pëlqen shumë e bukur, nuk e di në qoftë se hyet. Domethënë mund të hyj unë thjesht për ta parë. Edhe është me bilet apo është falas? Nëse keni informacion, më thoni. Do ta shikoj me patjetër se më duket shumë e bukur. Motori më solli në shtëpi. Edhe blerja është e vëra, por u lodha shumë. Me që po pres të shqetësohem. Kush del në bapt. Kur hap derën, më ngjan sikur duhet që të ruhem, sepse sikur do dalë ruçi nga dera. Më ka marrë shumë malli për më çokun tim. To se keni ide.
Të bëjmë një haul. Mora një jorgan. Sepse ishte jorgan I freskët, po tani që kam bap. Bap po më bën. Po është në këta që është për në verë, I haul. Dhe duket bukur të krevati, se krevati pa jorgan nuk ngjan mirë. Edhe kam porositur një set me pika dhe roz, e mezi po e pres, që të duket bukur të krevati. Edhe prandaj më duhet një jorgan 200 me 220, ishte bërë me ulje, e kam përfituar për 17.000 lek. Super. Dhe ju s'kishit pa fund ulje. Edhe ju kam treguar disa gjëra, mund të hyni edhe tek webi, se kam dhe webin e tyre që tregon uljet. Pastaj, tregu elektrik me që kisha rrugën, jam në kërkim të dritave ngjyrë portokalli për këto që kam vendosur ambazhurat në shtëpi. Më falni për rëmujana, po është bërë vërtet rëmuj dhe ka nevojë për rregullim sistemin garderoba, do ta bëjmë së bashku. Është pastaj. Edhe gjeta 2 drita, një në ngjyrë portokalli, kështu në të verdhë dhe një si e kuqe. Ishin nga 2.000 lek. Janë aty tek semafori, që ishtë tregu elektrik anasht, kur semafori anasht direkt. Ka I gjagje, është edhe kjo. Ta provojmë, kush duket më bukur, edhe në që se më pëlqen ndonjëra nga këto, të marrë më shumë për ambazhurat që kam vendosur. Pastaj, mora disa gjëra tjera, po I kam futur tek çanta. Mora këtë gjelin, e kam përdorur më përpara. Është për vetullat, por nuk e mbaj mend në qoftë se më ka pëlqyer ose jo. Por ishte më lirë tek Welli se sa tek Rossmane. Se çmimin ja mbaja mend sa e kisha marrë përpara. Këtë e kam marrë tani për 7.500 lek. Është kështu, transparent. Kishte edhe me ngjyrë, kjo është më mirë edhe për këto flokët që dalin këtu, sepse për këtë gjë është, ose për vetullën që unë dua ta përdor. Sepse për vetullën e mora kryerin e paska shumë të mirë. Edhe qof. Kam përdor një herë një kohë. Më duket thjesht të lë pak si copa të bardha. Mora një shkum për flokët, sepse unë flokët I kam kaçorela, por në qoftë, po jo kaçorel të bukur. Prandaj, në qoftë se I stiloj, mund të duken bukur, nuk I kam provuar ndonjëherë. Ndoshta më duhet edhe difuzor në shtëpi, por nuk kam. Nuk e di me si çfarë do t'i sajoj. Edhe them ta provoj në qoftë se mund të rrim bukur. Unë krajmë qëra vogël I kam pasur kaçorela flokët, plus mami imi ka rica të voçkla, shumë të vogla, do të thënë I ka kështu, që I ka pasur që gocë e re, ashtu I ka edhe sot e kësaj dite. Ndoshta fëmijët e mi do I kenë kaçorela të voçkla. Mora një shumë gjakis, ka që pas ka marrën? Ka që pjora. Kësa s'ku marrë të gjëra tjera, jo, ka që ka marrë. Edhe do qetësohem tani. Do rri pak se vlodha. Pa difuzor dhe flokët dolën kështu. Ju kam thënë që unë I kam kaçorela, mendoni me difuzor se si do duken. Dhe hera e parë. Do të blej një difuzor kastile. Do të marrë edhe tharse, sepse tharsin që kisha e kam çuar në shtëpi në Poliçan. Sa cute! Më thoni të drejtën I ka mirë. Tani, mos vendos në një nxehtësi edhe mund të shkojnë. Mund t'i bëj edhe më bukur, se hera e parë nuk po më durohej. Po më pëlqejnë që edhe të mund t'i kap kështu. Nise, ngjajnë cute. Goca, dua këshilla nga ju që jeni kaçorelse. Si në një produkt ose si mund t'i stiloj që mund të duken edhe më bukur. Lëva dhe pak thonjë, I bëra me shkëlqim edhe duken shumë bukur, po bën gati
9 muaj që nuk i kam bërë dhe nuk kam ndërmend, më super pëlqen. Më thënë jam mësuar që mos t'i bëj dhe më pëlqen dora kaq e pastër. Edhe jo shumë mirë. Tani do ndrohem dhe do t'ju tregoj një gjë shumë bukur. Gati për ta hapur dhuratën e përjetorit. Çfarë kemi këto? Ama në fund sa të bukura, me që kam pritur t'ju a tregoj që t'i hap edhe t'i vesh. Kam provuar. S'kam bërë edhe pak pisë. Se keni kohë, më duket se ju a kam shprehur, sepse kam gati 1 vit e gjysmë që them do t'i marr dhe më në fund memorialve janë super të bukura. Janë dhe me këta outfitin kam veshtë fustanin si balerin, do shkonin shumë. Telefoni ka sëraveca sa polican. E kështu gocat e mia. Do rregulloj garderobën sepse është bërë shumë rëmoj. Edhe në fakt nuk e meritoj që të ble asnjë gjë, se shikoni pak se sa keq i të gjitha çantat. Nuk jam fare rregull me çantat. Gjunat. O zoti i madh, shikoni. Kjo çanta ime e parë, më sakt brendi i parë që kam marrë është Jacquemus. Jam penduar që kam bler. Gjaua e bëra vërtet. Edhe kështu do t'i rregullojmë. Pastaj lër edhe për këto. Ua sa kohë kam pa vendosur të fendit. Më pëlqen. Nuk e di pse kam vendosur, por duhet t'i rregulloj pak që t'i shoh. Vendos poshtë pupat, shakat, sandalet, aty ku kisha çizmet. Ndërkohë nuk jo kam thënë, po do bëjmë dhe muhabet dhe do rregullojmë. Vajta unë të këto robat angleze, doja të bëja biznes. Tek Lakimun, thash, më që e kam faqen, duhet ta shfrytëzoj. Edhe vajta unë aty për të marrë rroba me kile që të mund të shisja tek faqja ime. Edhe lëre që magazinat janë këtej për vete për nga Tegu, pa vajtur, afër Farkas. Aty është një magazin shumë e madhe, edhe kushtojnë me kile. Rrobat, gjeta të rrobave naked, kishte rroba halla, kishte Pretty Little Things, kishte Zara, po kushton të kilja rrobave të Zaras, 37 më duket, kurse të naked kushtonin 20.000 lekë. A 25, a 20, nuk e mbaj mend sepse po bën 2-3 muaj që ka ndodhur si gjë. Por dua t'ju a tregoj se e di që ka interes për gocat që gjithmonë ka menduar të hapi një faqe online. Edhe e kisha për herë të parë, nuk e se kishte marrë aq lek, sepse vinte një pako, kishte 50 kg ose edhe më shumë. Edhe pas ca pako kështu nuk e se doja që të merja, thjesht doja të shifja. Dalve po më thoshte, hajde marrim, provoje, nuk e se unë bet në një gjë, që se të ecan, sepse ti ishe gjërat, shumë kollaj tek Lakimun, normal, është rrobat e mia, po jo. Edhe pash një kuti, i thash Alvesik në shtëpi merr lekat. I ku Alve unë nis. Edhe po e shikoja ato kutinë e madhe, ishte kuti gjigande, ishin 55.000 lekë. 55 kg, sorry. Vini 1.100.000 në vajtë të gjitha. Edhe po erdhi Alve dhe i thash, Alve unë nuk dua që ti marr, u pendova. Po Alve tha, meri, unë vajta që në shtëpi, e kënë përshtu si janë një burrat. Unë vajta u mundova, nuk të gjeti gjë, ta provoj, me po dorën për me humbje, do e marrë unë riskon, si që shta. Alve nuk ma prish për asnjë gjë, çdo që ti them unë dua të marr këtë, thot mere. Sepse e di se sa, domethënë edhe për gjëra materiale, e di që sa punoj dhe më duhem për punën që kam, edhe pse në fakt nuk është se kam shumë nevojë, sepse kemi pafund dhe nuk dua asnjë që t'jap mesazhin që goca merrni apo unë marr edhe pse ju nuk merrni, se edhe unë kam shitur pafund rroba, se keni den se sa rroba shita, nga rrobat e mia, lëre të këtyre që dola me humbi, po rrobat e mia shita pafund, kam shitur të gjitha. Edhe puna si influencer të detyron ta bësh këtë gjë, të shesësh, se e bëjnë edhe jashtë shumë goca, shesen e blejnë gjëra të reja. Nëse kjo është histori tjetër. Edhe vajtëm atje dhe më tha Alvi, jo meri. E mirë, hajde, isha 50-50, thash hajde po e marrim. Edhe po atje qa nuk kishte, nuk e se ti i zgjidhje, çfarë të binte tek kutia. Edhe i morëm ne. Vajtëm tek zyra, i sistemuam,
Nisa unë të qaja. Kam qarë gjithë natën. Nuk më ka zënë gjumi dhe vetëm alve di sa ke që kam përjetuar. Na e futën, nuk bëjnë disa na qëlluan me defekte, po unë kam shumë problem që një defekt të vogël të ketë, nuk e gjerë do të këfaq. Se më iku bateria edhe erdha këtu që ta karikoja. Dhe çdo problem të vogël që kishin ato, nuk e nxjerr ato tek faqja ime, sepse unë nuk është se shes në emrin e një faqe, unë shes në emrin e rejas, edhe zakonisht klientët që unë kam tek Lucky Moon janë ndjekësit e mia dhe kur nuk mund të shes diçka që kur ta shohin ato të kenë ndonjë defekt ose ndonjë gjë të tillë. Edhe i shes me çmim shumë të mirë sepse jam mësuar që shisja rrobat e mia të përdorura, edhe i shes me një çmim të arsyeshëm që të gjitha kanë mundësi që t'i blejnë, por këto rroba që unë mora me etiketë ishin të reja, normale kishte shumë të mira dhe gocat që kanë marrë kanë super përfituar. Ishin të reja dhe nuk mund ta nxjerrja unë 10.000 lekë, 15, 20 edhe pse unë e nxora. Edhe akoma kam disa rroba që më kanë ngelur, në 1.100.000 që investova, as 900.000 lekë nuk kam bërë, 800 e ca 900, dhe më thënë ja minus disa lekë, gati 300.000 lekë, por nejse, e provova, nga ato mbajta disa gjëra për vete, pak, se bëra kompromis që në fillim fare që çfarëdo që të pëlqej reja ti nuk do e mbash për vete, do e shesash. Ja, një nga këto është ky fustani, që në fakt më pëlqen dhe jam e sigurt që nuk do shqitej, është kështu i shkurtër si balerinë. Edhe, okay, do e shisja, po do e shisja për që të shpejm 10.000 lekë, dhe thash më mirë po e mbaj për vete. Edhe duke qenë që gocat e mia nuk është se ishim mësuar që unë të shisja rroba me etiketë, u detyrova që të shisja dhe rrobat e mia, sepse ato duan rrobat e mia, edhe që të mund të shisja diçka, kuptoni ju, ta menaxhoja këtë situatën tjetër. Edhe shita pafund rrobat e mia që ja bër pishman, por nejse, më mirë t'i ndrojmë edhe blejmë gjëra të tjera. Edhe kështu, para se të investoni ose të mendoni për një biznes, është e vështirë, shumë e vështirë, të paktën unë e kam një lloj audience, Lucky Moon ka shumë aktivitet vestorit me nga 3.000 veta, dhe më thënë shiten gjërat kështu, direkt, por aman vështirë është sepse unë nuk i nxjerr dot me çmim shumë të lartë, edhe tek ajo kutia nuk e se ishin të gjitha gjërat e bukura, më qelluan xhinse, më qelluan këpucë, më qelluan një fustan me gure që peshonte 5 kilesh, me gura, nuk e kam nxjerr në shitje, po ta nxjerr një herë se po s'ka ndonjë gocë që do të bëj foto në plazh, kështu si me temin apo me gura të rënd. Edhe dola me humbje. Dhe ju a tregova që se zakonisht nuk flet njeri për këto lloj skemash, se gjithashtu janë skema që do bëhemi të pasur, por është e vështirë. Dështova. Nuk do ta provoj më. Më tha i gjatë që do vish prap këtu mbaje më po erdha. Po ju a thash adresën, nëse ju intereson ju a tregoj dhe faqen. Është kështu rroba angleze, rroba me shumicë, mund të shkoni në Instagram dhe ju dalin. Edhe pse nuk ja sugjeroj shumë. Sepse kisha edhe me defekte. Edhe tani nuk mund të rri këtu sepse duhet të vazhdoj me punën që lash andej. Edhe telefonin po e lë për bateri. Sikur morën kështu këto flokët. Sikur duke më bukur. Thoni të drejtën, ti mbaja apo ngjaj kështu si kokë të krehur. Kurioze jam. T'ju lexoj sepse nuk më kushtojnë asgjë edhe do t'i bëj më shpesh. Au! Dhe ja si duket gjyrë limoni. Do duhet ishte portokalli, por gjatë nice, më pëlqen. Shikoni sa bukur që duket. Më super pëlqen shumë, është fiks siç e kisha tek mendja ime. Dhe do thoni ju si doli kjo ngjyra, i miksuam të dyja, është dhe e kuqa dhe ngjyra e limonit.